Partia opozitare LSDM ka kërkuar dorëheqjen e ministrit të punëve të brendshme Pançe Toshkovski pas rastit ku një pjesëtar i sigurimit kryeministit Hristian Mickoski përfundoi në paraburgim në ndyshimin për dhunë në familje. Në një konferencë për media, përfaqësuese e LSDM-s Natasha Popović e cilësoi rastin si skandaloz dhe si tregues të gjendjes në sistemin e sigurisë. Obezbeduvanjето на Mickoski. Sigurimi i Mickovskit është në kompetencë të drejt për drejt të ministrit Pançe Toshkovski. Nëse policët e Toshkovskit janë dhunues dhe pjesëmarrës në dhunë familjare, nuk ka sistem që mund të vendoset për parandalim apo për mbrojtjen e viktimave. Nga LSDM theksuan se dhuna është bërë për ditëshmëri në vend dhe akuzuan institucionet për reagim të pamjaftueshëm, duke insistuar se përgjegjësia bie drejt për drejt mbi ministrin Toshkovski. Nga ana tjetër, kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se rasti dëshmon se ligji zbatohet njësoj për të gjithë, duke theksuar se nuk toleron mosdisiplinë, përfshirë edhe brenda strukturave të sigurisë së tij. Ky është rasti i dytë për një person nga sigurimi im ku ligji vlen për të gjithë. Në këtë rast, shihni një shkelje dhe menjëherë sistemi funksionon. Kjo është dëshmi se kështu do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Mickoski tha se i dyshuari është pjesë e pararojës të cilin nuk e sheh shumë shpesh, ndërsa bashkëshortja e tij është vajza e një kolegu të tij nga fakulteti.